Irfan Hysembelliu e ka treguar sërish dy fytyrësinë, kësaj here në raportimin për festën e birrës në Korçë. Në vitin 2022, në datat 17 deri në 21 gusht, kur festa e birrës në Korçë ishte një spektakël i vërtet, ashtu si çdo vit Hysembelliu shprehej se festa ishte një dështim, se kishte këngëtar grek dhe nuk plotësonte kërkesat e duhura, sulme në mediat e tij me qëllim final dështimin e festës së birrës në Korçë, të cilën shpesh e trajton mediatikisht si pronën e tij. Festa e birrës pa birra Korça e këngëtar korçar mbyllet pa shkëlqim, turistët të zhgënjur, ishte si një dasmë panuse, thuaj në artikujt e mediave të Hysembelliut në vitin 2022. Irfani sot thot se festa është një sukses dhe se birra Korça është themeluese e kësaj feste. Kanë kaluar 4 vite dhe një herë e bën festën e tij personale, një herë dështim. Tani e rikthen si sukses të madh siç e vjen në mendje Irfanit. A thua i vin ato? Është e qartë për çdo që ka dyshime. Festa e birrës në Korçë nuk fillon nga mendja e Irfan Hysembelliut dhe nga dyfytërsia e tij. Shpesh i kemi thënë mashtrues dhe jo pa të drejtë, sepse për 20 vjet ka thënë është festa e birrës Korça dhe jo festa e birrës në Korçë. Së fundmi donte të personalizonte edhe çmimin që fitoi ky aktivitet. Birra Korça është vetëm pjesëmarrëse në festën e birrës, ashtu siç është Moretti, Elbar, Amstel, Heineken e tjerë. Festa e birrës në Korçë është bërë njësoj, ndoshta më spektakolare dhe kur Irfan Hysembelliu nuk ishte pjesë e saj, suksesin e kishte të garantuar. Irfan Hysembelliu sërish gënjen kur thotë se birra Korça është themeluese e kësaj feste, kur në fakt është një nga pjesëmarrëset e para. Ideja e festës së birrës në Korçë ka qenë e ish kryebashkiaku të Korçës Niko Peleshi, traditë që ka vazhduar dhe kryetari aktual Sotiraq Filo dhe vijon për 2 dekadash. Për vite me radhë është abuzuar nga birra Korça me këtë festë dhe sot është koha të kontrollohet si tregtohet në stendat e saj. Vite më parë, CNA ka treguar se 10 rafuçi birre ishin pa pull fiskale. Irfan Hysembelliu nga ana tjetër shpesh ka zënë më shumë sipërfaqe se sa paguar, evazion fiskal dhe është kapur dhe nga tatimet në rastet e kontrolleve. Irfan Hysembelliu është abuzuesi më i madh i festës së birrës në Korçë, që nga vjedhja e emrit te sulmi që i ka bërë festës së birrës. Ashtu siç nuk paguan tatimet dhe siç vjedh prej shumë vite shtetin, ashtu po kërkon të vjedhë dhe personalizojë një festë që për 20 vitesh për 5 net radha zgjedhuron jo vetëm spektakël, por e kthen Korçën në verë një qendër kryesore të turizmit.